kam punu. Apo? Mund me thonë, ndoshta ka 12 vjeç kur kam pas, kam qenë i gjallë në këtë punë, domethënë me mjetet teknike, edhe zakonisht si pjesë e teknikës mjetse, edhe kisha dëshirë më shumë. Okay. Tani jo me grotraktorit, jo makinave. Nona në vjes pas tash 2 vite, ka ndroj jetë, ajo të ke unë jam 7 muaj. Dhe si 7 muaj kam qenë shumë i vogël, shumë i hupt, edhe jo mirë me shëndet. Okay. Edhe dhe kur kam marrë veten, kështu që një kujdesi jashtëzakonshëm ka qenë i kohës atëhere. Unë jam rrit në fshat, në shkollën e fshatit, fshati ka qenë i vogël me numër të banorëve, dikur tani tu zhvenu tu rrit në familjen e madhe, kena pas 2 migjallar, baba dhe 2 vllazën të vet, bashkë kena qenë me gjyshin dhe gjyshen. Na kena qenë 7 fëmijë, Agja i ka pas 6, Agja tjetër 2, kështu që... Bajagi familje madhe, dhe më shumë baba ka qenë agronom, dhe ashta gjallë dhe ashta agronom, ka punu në breshtari, ne kena pas atë punë të bujqësisë, a i kënë dimu, zoti Hasani kështu, këtë si i vogël? Po që i vogël unë kam punu. Apo? Mund me thonë, ndoshta ka 12 vjeç kur kam pas, kam qenë i gjallë në këtë punë, domethënë me mjetet teknike, edhe zakonisht si pjesë e teknikës mjetse, edhe kisha dëshirë më shumë. Okay. Tani jo me grotraktorit, jo makinave, kena pas një kombaj për këto kurret e gruneve, edhe me ta kam punu në atë kohë, deri kur kam ranë në burg, në 83-ën. Domethënë nuk ka pas nej pengesë ose nej punë që s'jam kon në gjendje me ba. Baba u qokën më mëngjes tek po shkoj unë në punë, në caktoj ka orar çfarë punë me bën. Seriozisht? Po, kur ishte vera, kur ishte për me shku në shkollë, se kena pas shkollën larg, shkollën e mesme, shkollën fillore, domethënë Prizren, udhëtimet nuk ka pas makina, udhëtojshim ose me tren ose me një par bus treni ose shinebusi thoshin atë kohë. Dhe një pjesë tjetër rrugët në kam, kështu që me një gjendje të mirë ekonomike kena qenë si familje, po se cili ka punu. Okej, kjo është e mira. A ke pas shumë shumë shok, a e kon tipi shoqënueshëm edhe po do më thit, a ke sot meq ashtu ndoshta të vjetër që je rrit me ta, ndoshta ke humb rrugës, po do më thit, je koni afërt, je koni shoqënueshëm? Në shkollë zakonisht kena pas shoqëni të ndryshme edhe në fshat. Okej, po. Se deri në moshën pa i bot 18 vjetë, unë kam qenë pjesë e fshatit. Po. Dhe ato punë që mushim e kryjë, jo në shkollë, jo në aktivitetet tjera, po tani në fshat e kemi pas vendbanimin. Po. Dhe kur kam ranë burg, pjesë e burgjeve tani kam qenë. Po, shoqëni dhe ata që i na konë atëherë, jemi në bashkë prapë.